Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Humbe misionin për shkak të trafikut. Sonila Meço e indinjuar. Ky qytet nuk bëhet më. Sonila Meço ka shpërthyer me një shënim në rrjetet sociale lidhur me bllokimin e trafikut ditën e djeshme në Tiranë. Ajo theksoi se ju desh më shumë se një orë për 1 kilometër rrugë dhe në fund u bllokua fare. Shënimi i saj ishte shumë i gjatë. Ajo tregon: humba për herë të parë emisionin tim live për shkak të trafikut. Për të përshkruar 1 kilometër rrugë mu desh më shumë se një orë, derisa ngeca plotësisht. Humbja e një emisioni mund të duket problem personal, por ajo orë e çuar dëm nuk është vetëm e imja. Janë orë të vjedhura nga jeta e qytetarëve çdo ditë, nga mëngjesi kur çojnë fëmijët në shkollë deri në mbrëmje kur mbërim të raskapitur në shtëpi, ngulur pas timonit me nervat e lëshuara, duke të shtirë stres dhe ankth prej vonesave. Tirana ka marrë fund, është bërë e pamenaxhueshme, si një trup pa qarkullim gjaku. Ky qytet nuk lëviz më, nuk frymon, nuk rrjedh, nuk qarkullon. E ka zënë një refluks i tmerrshëm prej ndërtimeve dhe zhvillimit pa plan, pa rrjete alternative, pa asnjë koordinim. Çdo kantier, çdo devijim, çdo vizitë zyrtare, çdo projekt estetik kthehet në barikadë. Çdo rrugë është bllokuar nga mungesa e planit urban, çdo devijim nga mungesa e koordinimit. Kantierët hapen pa paralajmërim, rrugët mbyllen pa alternativë dhe sajesat estetike kanë shkatruar frymarrjen urbane. Dhe nuk është halli im personal, ky është kurthi i tmerrshëm ku kemi rënë në qytetin mes malit dhe detit në një lugin dikur rrethuar me kurora kodrinash. Nuk di si e lejuam të mbërim deri në pikën e sehirit kur mirë që po zhytemi vetë në asfiksi, por pasagjer kemi fëmijët tanë. Në çdo bllokim digjet karburant, qelbet ajri që thithim, rritet ndotja, bie cilësia e frymarrjes. Tiranë që po e helmon veten në çdo frenim me 300.000 motor të ndezur në vend numëror çdo ditë. Ekonomia rrjedh në naftë të harxhuar, në kohë të djegur, në nerva të konsumuar, trup të lodhur dhe jetë të shkurtuar. Ndërkohë qytetit sot i ndalojnë dhe monopatinat, në vend që të krijojë rregull dhe mundësi. E njëjta filozofi, ndalohen zgjidhjet, por jo problemet. Ndalohet mjeti dhe jo rreziku. Hiqen mjetet e vogla sepse sistemi nuk di si të rregullojë të mëdhat. Po miru hoq dhe ky all, po çfarë ndodh me ata që nuk kanë luksin të mbajnë makinë, që po një lloj shastisen me transportin jo cilësor urban, me ambulancat që nuk arrin, me nënat që mbajnë fëmijët me temperaturë në makinë, me njerëzit që humbasin orë pune, takime, ekzistencë, me zjarfikset e policisë që nxjerrin sirenat në përmpiksjen e qytetit të varrosur prej betoni. Çfarë i bëm Tiranës? Si e kthye në një qytet përbindësh që ha kohën, durimin, shëndetin dhe dinjitetin e banorëve të vet. Ne që jetojmë këtu po të rishemi zvarr në laboratorin e lodhjes kronike. Në qytetin që ka humbur qarkullimin e ideve, ajrit, pushtetit, njerëzve, bashkë me mendjen kolektive.